Pak orë nga protesta kombëtare e opozitës, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë thirrje për mobilizim qytetar në Shesh. Berisha e bëri thirrje në kuadër të 34 vjetorit të zgjedhjeve të 22 marsit 1992, ku në mesazhin e tij ai e cilësoi mobilizimin si mënyrën më dinjitoze për të nderuar këtë përvjetor. Mënyra më dinjitoze për të nderuar sot 34 vjetorin e 22 marsit është të dalim të gjithë në Shesh, të ngrihemi fuqishëm për të kundërshtuar këtë regjim, për të kërkuar largimin e menjëhershëm të Edi Ramës nga pushteti. Lideri i opozitës akuzoi qeverinë për manipulim të zgjedhjeve, bashkëpunim me krimin dhe përdorim të ligjeve për të mbrojtur korrupsionin. Në kushtet të dhunimit, të shndrimit të votës dhe zgjedhjeve në farë zgjedhore, në kushtet e një bashkëpunimi të ngushtë të pushtetit në të gjitha nivelet me kartelet e drogës dhe sfundi në kushtet e paketave ligjore dhe përdorimit të mandateve të krimit për të bllokuar luftën kundër korrupsionit. Për këtë Berisha u bëri thirrje qytetarëve që të dalin në protestën e ditës së sotme, duke e cilësuar këtë si një reagim të domosdoshëm. Le ta shndrojmë në këtë ditë në kryengritjen më të madhe paqësore që ka njohur Shqipëria, përsëri në ditën e shpresës madhe për shqiptarët të ardhmes europiane të tyre. Në deklaratën e tij, Berisha uroi besimtarët Bektashin për festën e Sultan Nevrusit dhe rikujtoi rëndësinë historike të 22 marsit 1992.